ne kemi luksin të jemi populli më i madh në Ballkan. Ndaj nuk duhemi të përulemi, nuk duhet të përulemi, kurrizin ta ulim përballë askujt. Kam dëgjuar një fjalim të kryeministrit tonë në një parlament të huaj, i cili thonte tekstualisht, më dridhen gjunjët dhe më mungon frymarrja. Jam gjithë emocionuar të flas para oratorëve si ju, të flas para parlamentit si ju. Pra të thoj një kryeministër që përfaqëson një kom, që është kombi themeluesi i kontinentit tonë, që mban vetë gjuhën më të vjetër të kontinentit tonë. Një gjuhë që ne kemi 5 vite që rrim rapa dhe në shumë gjaz do arrim një ditë që ta fusim në librin e shenjtë të UNESCO-s. Si mund të thoj para parlamentit, një parlamentit të huaj, kush do qofte parlament, që më dridhen gjujët, në qoftë se nuk ju kanë thënë shërbimet sekrete që më dridhen gjujët, po jo them unë, më dridhen gjujët dhe më mbahet frymarrja para jush. Pse kjo përulje, pse kjo inferioritet? Një kryeministër nuk është i drejtë ta bëjë një gjë të tillë. Nuk mund të drejtojë një shtet, një njerëz që ndjet inferior. Dhe ta them unë pse ndjen inferior, sepse kanë vrarë në mënyrë sistematike historinë tonë. Historia jonë është një histori kaq e madhe, saqë shqiptarët do kanë thënë gjithmonë, nëse e njohin shqiptarët, që gjithë, ka shumë shqiptarë që e njohin, po ka një pjesë të madhe shumë që nuk e njohin absolutisht se siç është në vërtet. Nëse do e njohin gjithashtu si e njohin në thellësi të saj, dhe siç e njeh një pjesë e popullit shqiptar, do ishim populli më krenar në botë. Do ishim populli që kur do shkonin kudo në botë do marrin kokën lart, do marrin shpinën drejt, nuk do i përuleshim askujt dhe do ishim tjerë që do na ndjeshin mbrapa. Por ne kemi pas fatkeqësisht gjithmonë qeveritar dhe pushtetar të embruar nga tjerët. Ne nuk kemi zgjedhur asnjëherë atë që është më mirë. Kemi tentuar gjithmonë të zgjedhim të keqen më të vogël. Na kanë futur tifozllëkun e stadiumit midis partive, duke bërë si skuadrat e zemrës. Pra një skuadër e zemrës, sa do e poshtër e keqe është prapë skuadra ime, ndaj do e urrej atë tjetrën, do e luftoj atë tjetrën. Por politika nuk është si stadium, nuk është si skuadra e zemrës. Skuadra e zemrës është ai politikan, ajo parti, ajo qeveri që ty të realizon aspiratën kombëtare, që të rregullon ekonominë, që të mbështet në projekte. Pra ajo është në kategoritë parë, pra një qeveri që është kategoritë parë, ajo është e jotje, pavarësisht përkatësisë partijake. Por çështja është që gjithmonë ne kanë vënë tjerët, siç ne kanë vënë në 44-ën, siç na kanë vënë në 91-shin, 92-shin, na kanë vënë të tjerët, siç e kanë vënë dhe këto të fundit tash. Të imagjinojmë ne se sa gabim bëjmë kur ne thojmë që jo, po ne këto meritojmë. Nuk është e vërtetë. Si mund të zgjidhim ne edhe një herë njerëz që dogjën në Shqipëri në vitin 97? Si mund të zgjidhim edhe një herë njerëz që thynë embargon duke furnizuar me naftë një regjim gjakatar si Miloševićit në vitin 92-93, kam qenë drejtor gazete, e kam parë me sytë e mi. Botët që hynin nga Greqia dhe dilnin në Han të Hotit në Shkodër, pa u ndalur fare. Pra qarkullon të gjithë naftat në shërbim të Miloševićit. E të mërshme, dhe këto njerëz ne i kemi votuar përsëri, u kthyen përsëri në pushtet në 2005. Qa bëm pastaj, gjithë ato të partisë të punës që janë sot hajdut të mërshëm, që e shbaten atë popull, që e neveritën atë popull, e bëjnë që tikin nga sytë këmbët, që të mbratisin vendin më të bukur të botës, e bëjnë qëllimisht dhe e gravisin, e fyejnë, e shtypin që ai të neveritet. Dhe ne arrim në pikën që thojmë e shfajon, sepse nuk duhet të zgjidhim përsëri edhe një herë partinë e punës që është sot. Jo, nuk është fajon, problemi është se ne i vend të tjerë, nuk kemi zgjedhur asnjëherë ne, nuk kemi pasur asnjëherë një alternativë. Ato kanë bërë një lojë makabër, siç e bëjnë dhe sot. E kohën e fundit kur tha, shiko atë ishullin, kryetari i opozitës e të mërshme, atë ishullin është ishull që s'ka ujë, nuk i duhet askuj as i gjë, tha ai ishull. Ja ka ofruar Berlusconi, tha se donte fare, le ta marrin tha kush do. Pra imagjino unisonin që janë ato. Imagjino se si janë mill e një buke një milli. Pra imagjino se janë faqe të njëjtës medalje. Pra imagjino se sa dakord janë për t'ia futur popullit të vet. Për të shtypur popullin e vet dhe për të shtyr në mënyrë strategjike drejt vendeve të tjera. Kjo është një fushat që ka filluar praktikisht së shqiptarëve të shtyrjave forcë shqiptare që në 90-ën e mrapa. Kjo është strategjia për të boshatisur Shqipërinë dhe për të zëvendësuar etnikisht. Ky është një proces që ka filluar, ka 30 e sa vite që kanë investuar në këtë projekt, ne kemi marrë vesh shumë vonë, ne kemi kuptuar tash që i doli maja e icebergut, por është shumë i thellë icebergu, sepse është një projekt që vazhdon
të bëhet me sukses pilot, një proces pilot, një projekt pilot i bërë në dhoma të errta me bashkëpunëtor politikën tonë 35 vjeçare për të zbrazur Shqipërinë. Dhe daton në momentin, është anketa e fundit, që Shqipëria do hyjë në Evropë, nga ato 1 milion e pak që do mbeshin, do ikin 60% sipas anketës të nederitur, të lollur, të raskapitur, pasi me pasaportë e tyre ato mund të shkojnë ku do ne për Evropë. Pra, ky e bëjnë ato doj për shpejtoj në momentin e duhur, të jesh i bindur, ta them me kompetencë, në momentin e duhur, kur do shohin që tashmë shqiptarët janë të parmatosur nga çdo aspekt, pra kanë ikur nga sytë këmbët, ato do japin dhe colpo di grazia quajnë italianët, atë goditjen finale, që do jetë hyrja në Evropë me njëhershme për të zbrazur ato 60% dhe për të ripopulluar Shqipërinë. Parashikohet që Shqipëria do bëhet një vend rreth 10 milion banor me atë gjithë ekipar, ato Albanians 5, Shqipëria me ato ndërtime parashikohet që të arrijë rreth 10 milion banor, ne kemi një territor pak a shumë sa Belgjika, 30.000 e kanë ato, 28.700 ne. Ne kemi shumë pak banor, ato kanë 12 milion banor. Parashikohet Shqipëria që të arrijë pak a shumë popullsinë e Belgjikës dhe të gjithë do jetë të ardhur. Do jetë të ardhur sepse është planifikuar një mënyrë tillë, projekti i Shqipërisë është projekti i Shqipërisë pa shqiptar. Me një referendum ato mund t'ia vëjnë emrin si të duan, pastaj Shqipërisë mund t'ia ndryshojnë dhe emrin me referendum dhe mund të bëjë çdo gjë që duan. Pra është një perspektivë e kohshme e Shqipërisë, në qoftë se vullnetarët nuk e marrin në dorë shumë shpejt, pasi dëmet janë të pallogaritshme. Dhe kjo çështja e konsullatës që e përmendën në fillim, është pra vazhdimësi e gjitha këtyre gjërave. Nuk ka përgjigjëstruar Ministria e Jashtme, fakti që ka përgjigjëstruar do t'rregoj që është një projekt dhe ka marrë fund, sepse gjërat do dalin gradualisht një mas një. Ta përsëris, janë shumë thellë gjërat dhe do të jetë shumë të llimshme për popullin tonë. Pasi po të shesësh tokën e babës, për ta blerë edhe një herë tokën e babës, ai do të kërkojë 10 fishin, 100 fishin, 1000 fishin, që ti mbasi nuk do jesh kur në i zot për ta riblerë edhe një herë.